ajo që më bëri të dyshoj është mos transparenca në këtë nisëm që ka marrë bashkia për të rivitalizuar Kalan. Dhe patjetër që rivitalizimi i Kalas është i domosdoshëm dhe i nevojshëm. Por, unë nuk jam dakord me mënyrën që ka zgjedhur forca politike që drejton qytetin për të rivitalizuar Kalan. Ata veprojnë gjithmonë me skemat që i marrin vendimet vetë, përcaktojnë vetë çfarë është e mirë për Kalan dhe sidomos për banorët që jetojnë në Kala. Se do të bëj një parantezë në këtë. Kjo është një Kala që banohet. Dhe banohet prej shumë kohësh. Dhe këtu banorët kanë ndjeshmëritë e tyre, që kanë bëjnë me trashëgiminë, me pronat, me kujtimet e tyre. Dhe ti nuk mundet në një proces jo transparent të bësh një rivitalizim me një qëllim të mirë, por me një vendimarrje politike të thatë, pa një konsultim të gjerë publik. Nuk po fus forcat politike, se nuk pretendoj që të kemi një tryezë partish për këtë çështje, por ama një konsultim paraprak me qytetarët duhet ishte. Dhe duhet kishte disa shkallëzime për atë që unë shikoj dhe mendoj që duhet ishte për këtë aset kaq të çmuar, sidomos për qytetarët kalajs, të cilët jetojnë brenda Kalas, por dhe për të gjithë qytetarët që jetojnë rreth e qark mureve të Kalas. Sepse të themi të vërtetën, qyteti i Elbasanit është ngritur duke pas bërthamën e tij Kalan. Rreth Kalas është zhvilluar gjithë zhvillimi ekonomik dhe social i qytetit tonë. E thënë këtë mos transparencën, ata nuk kanë bërë në radhë të parë një konsultim publik me pjesën më elitare që ne kemi të qytetit, me akademikët, me historianët, me arkitektët që kemi. Duhet ishte bërë një tryezë, besoj, radhë parë me specialistët e qytetit, që nuk mungojnë për fat të mirë. Pastaj duhet kishin ardhur dhe duhet ishin konsultuar dhe me banorët në radhë parë. Para se me na thërrit të gjithë tek bashkia, si një fakt i kryer, na prezantuan atë çfarë kishin ato në ndërmend, pa na konsultuar paraprakisht për atë që ato donin të bënin me Kalan dhe ta merreshin në mendim. Po ta shikosh Kalan për nga materialet që janë përdorur, është gur gëlqeror i Zeranikës ose i lumit shkumbin. Dhe unë besoj që duhen përdorur po të njëjtat materiale. Unë për fat të mirë kam jetuar në Itali, dhe Italia është një prej vendeve që është shumë konservatore për sa i përket ndërtimit, dhe atje nuk mundesh në një qendër të banuar të mos ndërtosh apo të restaurosh me materialet të cilat kanë ndërtuar të parat e tyre. Duhet të ruajtur origjinaliteti i diçkaje në mënyrë që të jetë e mirë rivitalizuar dhe të rezistojë dhe kohës. Mirë, si e pat ju qasjen e banorëve dhe biznesit në këtë dëgjes? Banorët kanë gjithë të drejtën e tyre që të dyshojnë dhe të friksohen prej kësaj mos transparencë të bashkisë. Është e drejtë shqetësimi i tyre që biznesmenë të caktuar që kanë interesa për betonin apo dhe për përvetësimin e pronave të kalajzve, se kjo është mos transparenca që ka forca politike fatkeqësisht. E lën gjithçka në errësirë, që banorët mos dinë diçka, ato t'i blejnë me një çmim të lirë pronat e kalajzve dhe pastaj ti rivitalizojnë dhe të ardhurat ti marrin disa duar. Kjo është e padrejtë. Në radhë të parë, transparenca këtë ka. Informon banorët, ato marrin masa, bëjnë dhe ato planet e tyre për të rivitalizim, që dhe ato të përfitojnë nga kjo aset që në radhë të parë, përfitimet e para unë jam që duhet i përfitojnë banorët e Kalas. Shqetësimi juaj janë pjesët e jashtme të objekteve fetare, përfshirë edhe xhaminë në cilën ndodhem. Pse ky shqetësim? Çfarë ndodh? Arkitekti i cili prezantoi mendon që këtë hapësirë ku ne jemi sot të hiqen muret dhe të kthehet në një hapësirë publike. Nuk jam kundër, se ajo dhe të është hapësirë publike, thjesht ka një rrethim për të penguar disa persona të papërgjegjshëm që mund të hyjnë dhe mund të dëmtojnë ambientin e përbashkët që ne e bashkëndajmë me qytetarët e Kalas, dhe janë vendosur disa dyer dhe ato shërbejnë që në momente të caktuara, kur ne kemi rritet tona të adhurimit, si në xhami, se unë po flas për xhamin, por besoj edhe komuniteti ortodoks, kur kanë rritet e tyre, ato e kanë të nevojshme të mbyllin dyert për publikun, sa të mbarojnë rritet e tyre, sepse rritet kanë një mënyrë të tyre të ushtruarit. Nuk mund t'i ushtrosh në një
ambient publik me zhurma dhe se ne e dim, në një ambient publik mund të ketë edhe fëmijë që luajnë, që bërtasin dhe kanë atë mënyrën e tyre të shijuarit. Mirë, po dhe neve kemi mënyrën tonë të shijuarit të adhurimeve.